I mjaftuan 3 sekonda për të asistuar. Në këtë mënyrë, Kyan Anderson e bëri shërbimin për Valon Bunjakun në fund të çerekut të tretë. Anderson ishte magjik në fiturin e Bashkimit, sidomos në 10 minutën e fundit, në të cilin shënoi plot 4-3 ndaj Sigal Prishtinës. Ai ndaj kryeqytetasve kishte 31 pikë, 2 kërcime e 8 asistime, për të pasur indeksin 35 dhe për t'i dhënë një dorë Bashkimit të mbetet i pamposhtër. Kjo ndihmoi Andersonin të shpallet MVP për javën e 4 në basketbollin vendor. Ndihmë të madhe në këtë ndeshje dha edhe bashkëlojtari Isai Cousins me 23 pikë, 3 kërcime e 4 asistime. I njëjti përfundoi gjithashtu në 5 shërmë të mirë për këtë xhiro, me Prizrena se që i patën 2 lojtarë në këtë listë. Ndërkohë në anën tjetër, Vllaznia regjistroi fitoren e parë në elit duke mundur Borën. Në këtë takim u dallua Zeki Reid me 28 pikë, 4 kërcime dhe 2 asistime duke hyrë në top 5-shë. Teksa Go+P shënoi fitoren e 4 nga 4 ndeshje, këtë herë duke mposhtur Aovecin 0-29. Në këtë takim u dallua sërish Allen Herndon me double-double për 13 pikëve, 12 kërcimeve dhe 2 asistimeve. Kurse kampionin e fuqi Trepça fitoi ndeshjen më dramatike të gjirës së 4 ndaj Golden Eagle Youth. Te vendaset u dallua Mustafa Amzëll, i cili e mbylli ndeshjen me 9 pikë e 10 kërcime.